Është ndër rrugët më të degraduara të zonave informale të Shkodrës, rruga Hykaj në drejtim të liçenit të Shkodrës, e cila i përket shtojit të ri. Siç e tregojnë edhe pamjet filmike, gropat, uji dhe balta dominojnë të gjithë sipërfaqen e kësaj rruge, e cila ndodhet në këtë gjendje prej më shumë se 3 dekadash. Sipas detuesve të mjeteve të kësaj zone, rruga përmendet vetëm gjatë fushatave elektorale dhe më pas harrohet, ndërsa situata vjon të përkeqësohet. Rruga është skandal. Vallai me kanë si që është zonë e banuar me qindra shtëpia këtu, po me kanë stalla, duhet me investu shteti për të paktën për atë çapan, jo më për tonë të familjes janë, po çfarë më thon, rruga është jetë vetë, skandal është, makinat i çart me krejt, vetëm këtu i çarsh i makinat tonë, Shqipërinë e shetisim, makina rrin shtosh, vetëm kjo pjesë rrugët na i çart makinat. Vallai kanë vetëm për në rast votave, sa si herë më. Ata kanë ardhur, na kanë ashtu po shkarkush për me po tash na presim se kanë bërë dhe kanalizime do për ujin atë për këto, tash mos këtu në si ti mallin këto kanalizime, si të ashtu shpresojmë bela inshallah vendur. Makinat e qitin Skorcave që Skorca. Tash 25 vjet ishte është. E bile ku bën edhe kanal për ujit, e kanë bën mazin se ke. Skalohet më bëmë shpëtë makina e barë, skalohet hiç, se i dojnë 200-300 shtëpia në ekne. Që më thonë, e din vetë ata. Kur vinë për vota, vinë të të bajmë, lipin e të vota dhe s'ka që më thonë. E thonën vetë. Pas syra shihe. Se me bo me keni ato i firma poshtë në gropat për këtë se s'kalohet hiç. Kjo rrugë shërben për qindra familje që banojnë në 2 anët e saj deri në brigjet e liçenit të Shkodrës, si dhe për 10 biznese. Kërkesa për rregullimin e saj ka qenë kryesorja e banorëve të zonës, fillimisht ndaj ish komunës Rrethina dhe më pas Bashkisë Shkodër, por ajo ka mbetur vetëm në kuadrin e ankesave, ndërsa gropat dhe balta janë shtuar nga viti në vit.